O Zot, furnizo me vajzë. Ishte një njeri të cilin Allahu e furnizoi me 6 fëmijë dhe të gjithë ishin vajza. Gruaja e tij ishte shtatzën me të shtatin dhe frikoi burri se ndoshta edhe fëmia i shtat do të jetë vajzë e jo djalë. Vendosi që nëse edhe fëmia i shtat i lind vajzë e jo djalë, ta divorcoj gruan e tij. Atë natë kur bie në gjumë e shënë ëndër se është bërë kiameti dhe se zjarri i xhenemit u afrua. Çdo herë kur në merrnin deri të ndonjë dere e xhenemit, e gjente para saj një nga vajzat e tij, e cila e pengonte dhe e ndalonte që të hyjë në xhenem. Kështu në të gjitha 6 dyert e gjente njërin nga vajzat e tij dhe të gjitha e pengonin dhe nuk i linin të hyjë brenda, përveç se te dera e 7. Aty nuk kishte kush ta mbrojë dhe ta pengoj. Nga ky paralajmërim u tram fort dhe vëreti se qëllimi i tij kishte qenë i gabuar dhe u pendua fort dhe e luti Zotin e tij duke i thënë: O Zot, furnizo-më dhe me të shtatin me vajzë.